Kur dera e madhe metalike e Big Brotherit u mbyll pas limit, ai ndjeu sikur dikush I hoqi nga shpina një mal të tërë, por njëkohësisht I vuri një tjetër mbi zemër. Brenda kishte lënë një botë të ndërtuar nga kamera, rregulla dhe lojra psikologjike, ndërsa jashtë priste një realitet që nuk e kontrollonte dot regjia. Producentët I flisnin për intervista, për kontrata, për emisione mëngjesi, por ai dëgjonte vetëm një zë brenda vetes që I thoshte të largohej, të ikte larg, atje ku mund të mendonte pa duar trokitje false. Kërkoi vetëm një bilet, drejt Syriut, drejt Edit, udhëtimi ishte I heshtur. Në avion shikonte red dhe I dukej sikur secila kishte formën e fytyrës së Dolces. Kujtonte ditën e parë kur ajo hyri në shtëpi, mënyrën si e përshëndeti pa e njohur, si ul pranë tij në divan dhe I tha me shaka, "Ti ke fytyrë njeriu që fsheh sekret." Atëherë ai kishte qeshur, pa e ditur se sekreti do bëhej vetë ajo. Edi e priti në aeroport me një xhaketë të zezë dhe me atë qetësinë e tij tipike. Nuk ishin parë prej muajsh, por përqafimi ishte si I dy vëllezërve që kanë kaluar luftë bashkë. Në makinë nuk folën shumë. Muzika e ulët mbushte boshllëqet që asnjëri nuk guxonte t'i hapte. Zyra e Edit kishte aromë kafeje të fortë dhe letre. Nga dritarja dukej qyteti I rregullt, krejt ndryshe nga kaosi emocional I Prishtinës dhe nga çmenduria e shtëpisë së Big Brotherit. U ulën përballë dhe për disa minuta dëgjoi vetëm ora në mur. Edi foli I pari. I tha se e kishte ndjekur çdo natë, se e kishte parë afrimin me Dolcen, xhelozit, debatet, shikimet e fshehta. Nuk jam këtu me të kërku hesap, tha ai. Jam veç me ta thënë të vërtetën time. Pastaj erdhi fjalia që Limi e priste dhe e kishte frikë njëkohësisht. Unë me Dolcen I kam mbyllur punën. E kam dashur shumë, por e lash të lirë. Tani është radha jote. Por asgjë nuk ishte kaq e thjeshtë. Dashuritë e vjetra nuk mbyllen me fjali të bukura. Ato rrinë në përqoshe, si hije që dalin sa herë përmendet një emër. Dhe emri I saj ishte kudo, Dolce brenda shtëpisë po kalonte ditët më të çuditshme të jetës. Ajo ishte mësuar me vëmendjen, por jo me mungesën e Limit. Në mëngjes zgjohej e fortë, bënte grimin, qeshte me banorët, ndërsa natën ulej pranë pasqyrës dhe I fliste vetes, mos u dashuro në televizor. Por zemra nuk merrte urdhra, banorët e tjera e provokonin shpesh. Ti po luan me dy burra, I thoshin. Ajo përgjigjej me krenari. Unë nuk luaj me askën, veç po kërkoj të vërtetën time. Publiku e shite si mbretëresh të sezonit, por askush nuk e dinte sa e vetmuar ndjej. Në Zyri, Limi dhe Edi filluan të hapnin kujtime. Edi tregoi se si e kishte njohur Dolcen vite më parë, në një koncert veror, kur ajo kishte kënduar me shoqet dhe ai I kishte çuar një trëndafil në prapasken. Si kishin udhëtuar në Milano, si ishin grindur për xhelozi të kota, si në fund kishin kuptuar se dashuria ndonjëherë nuk mjafton. Ajo nuk është e keqe, thoshte Edi. Është thjesht shumë e gjallë për këtë botë të vogël. Këto fjalë e bënin Limit ta donte edhe më shumë, por edhe ta kishte frikë. Ai nuk donte të ishte zëvendësuesi I askujt. Donte të ishte zgjedhja e parë, një mbrëmje, ndërsa shëtisnin pranë liçenit, Limi e tha me zë të lartë mendimin që I sillej prej ditësh, se do priste bileta për Maldive, se do ta merrte Dolcen larg syve të gjithëve, atje ku askush nuk do t'u kujtonte të shkuarën. Edi u ndal dhe e pa gjallë. Nëse e bën këtë, bëje për dashuri, jo për inat ndaj meje, I tha, ndërkohë produksioni I Big Brotherit po e përdorte historinë si kartën më të fortë të sezonit. Në çdo prime shfaqeshin klipe me Dolcen dhe Limit, muzikë dramatike, pyetje provokuese. Ajo ndonjëherë zemërohej, nuk jam telenovel, thoshte. Por në thellësi e dinte se ishte futur në një histori më të madhe se vetja. Një ditë në oborin e shtëpisë, ajo ul vetëm dhe I foli qiellit, pa e ditur se mikrofonat po regjistronin gjithçka. Nëse je duke më pritur, mos ndrysho, tha. Ky moment u bë viral brenda minutash. Limi e pa video në telefon dhe I dridheshin duart. Atë natë bleu biletat. 2 vende pranë dritares. Një resort mbi det dhe një letër të shkruar me dorë ku kishte vetëm një fjali, le të njihemi pa kamera. Edi e mbështeti në heshtje. Edhe pse brenda tij diçka digjej ende, ai e dinte se disa histori duhet t'i lësh të ikin. Finalja e Big Brotherit erdhi si një stuj drite. Qindra njerëz, muzikë, emocione. Kur Dolce doli nga ajo derë, dukej sikur po linte për herë të dytë. Pyetja e parë që bëri ishte për Limin. Moderatorët buzëqeshën, publiku brohoriti, telefoni I tij ra pak më vonë.
Zëri i saj ishte i lodhur, por i vërtet, a jeti jashtë kësaj çmendurie? Jam dhe po të pres. Po Maldive? Janë tonat nëse i do, ajo heshti për disa sekonda që ju dukën shekuj. Atëherë mos u vono. Në aeroportin e Zürichut 2 ditë më vonë, ndodhi takimi që nuk e filmonte asnjë kamerë. Nuk pati muzikë dramatike, as slow motion. Vetëm 2 njerëz që u përqafuan gjatë, sikur po provonin nëse ishin të vërtet. Edi i pa nga larg dhe buzëqeshi me vete. Ndoshta dashuria ndonjëherë nuk është të fitosh, por të dish të tërhiqesh. Çfarë do të ndodh pas kësaj, askush nuk e di. Maldive mund të jenë parajs ose pasqyrë ku do shohin të vërtetat që i shmangën. Dolce mund të zgjedh lirin para çdo burri, ose të ndërtoj me limit diçka që nuk e pati kurrë. Jeta pas Big Brotherit është më e vështirë se loja brenda tij. Por historia e tyre tashmë kishte dalë nga ekrani. Ajo nuk ishte më skenar producentësh, por rrugë reale me avion, qytetën, xhelozi, puthje dhe frikë. Dhe diku mes Zürichut dhe Maldiveve, 3 njerëz mësuan se dashuria nuk është votim publik, por guxim për të thënë, po provoj edhe nëse mund të dhem. Aurora dëhre kushtrimi, fillimi i një zemre, në shtëpinë e Big Brotherit asgjë nuk lind papritur, edhe kur duket ashtu. Çdo shikim zmadhohet, çdo fjalë merr peshë tjetër, dhe ndjenjat rriten më shpejt se jashtë. Aurora dhe kushtrimi e kishin kuptuar këtë pa e pranuar me zë. Prej ditësh silleshin rreth njëri tjetrit si 2 njerëz që dinë diçka, por kanë frikë ta prekin. Mbrëmjen kur gjithçka ndryshoi, shtëpia ishte e qetë. Banorët ishin shpërndar nëpër dhoma, dikush gatuante, dikush debatonte për gjëra të vogla. Aurora rrinte në obor, ulur mbi koltukun me jashtëk të bardhë. Flokët i binin mbi supe dhe drita e zbeth e bënte të dukej më e brishtë se zakonisht. Kushtrimi ju afrua me 2 gota çaj, ta solla një edhe ty, i tha me atë buzëqeshjen e tij pak djallëzore. Faleminderit, u përgjigj ajo. Sonte kam nevojë për diçka të ngrohtë. U ulën pranë njëri tjetrit. Në fillim folën për gjëra të zakonshme, për mallin, për shtëpinë, për debatet e ditës, për ushqimin që u mungonte. Por poshtë atyre fjalëve të thjeshta rrithte diçka tjetër. Aurora e shikoi për një çast më gjatë se ç'duhej. Kushtrim. Dua të them diçka, tha me zë të ulët, po të dëgjoj. Ajo mori frym thellë, të lutem, mos bëj hajgare me mua. Mos luaj me fjalë e me shikime, nëse nuk e ke seriozisht. Unë të ndjej shumë. Dhe po hyn në gjyna me mua nëse kjo për ty është veç lojë. Fjalët i dolën me një sinqeritet që e befasoi edhe veten. Kishte ditë që e mbante brenda atë frikë, kushtrimi mbeti për një çast pa zë. Nuk e priste kaq hapur. Ja pa sytë që i dridheshin lehtë dhe e kuptoi se ajo nuk po aktronte. Auror, tha ngadalë, kur nuk do të bëja hajgare me ty, ti më ke hyrë shumë në zemër. Më shumë se sa kam dashur t'ja pranoj vetes. Ajo e uli kokën. Një ndjenjë lehtësimi ju përzie me frikë, kam parë shumë gjëra këtu brenda, vazhdoi Aurora. Njerëz që afrohen për lojë, për kamera, për vëmendje. Unë nuk jam ashtu. Nëse lidhem me dikë, lidhem me shpirt. Edhe unë jam i tillë, i tha ai. Ndoshta nuk flas bukur si të tjerët, por atë që e them e kam nga zemra. Heshtën pak. Nga brenda dëgjoheshin të qeshurat e banorëve, por për ta ato tingu ishin larg, si nga një botë tjetër. E di kur e kuptova që po më ndodh diçka me ty? Foli kushtrimi. Atë natë kur po qaje për nënën tënde. Unë doja vetëm të mbaja dorën e të thoja që si e vetëm. Aty e kuptova se s'të shoh më si shoqe loje. Aurorës ju mbushën syt me lodh, unë kam pasur frikë nga ti, pranoi ajo. Je tip i fortë, bën humor, dukesh sikur nuk të prek asgjë. Mendoja se për ty jam veç një tjetër vajzë këtu brenda. Jo, tha ai menjëherë. Ti je arsyeja pse zgjohem me qejf në mëngjes. Fjalët e tij e goditën drejt në zemër. Ajo qeshi lehtë për të fshehur emocionin, mos fol kaq bukur se do më bësh të besoj. Dua të më besosh. Ai ja mori dorën ngadalë, sikur kërkonte leje edhe me prekjen. Nëse hyj në një lidhje me ty, tha kushtrimi, hyj si burr, jo si lojtar. Nuk dua histori për 2 javë. Dua diçka që vazhdon edhe jashtë këtyre mureve. Aurora e pa gjallë. Në sytë e tij nuk pa tallje, as strategji. Pa vetëm një djalë që po rrezikonte. Edhe unë dua të njëjtën gjë, përshpëriti, aty pranë kaloi Limi, që i pa të ulur kaq afër dhe buzëqeshi.
Po më duket se po lind çifti i ri i shtëpis, tha me shaka. Aurora u skuq, ndërsa kushtrimi qeshi, mos na merr më sysh, Olimp, ja ktheu, jo more, për hajër ju qof. Ju shkon shumë njëri tjetrit. Kur mbetën sërish vetëm, Aurora u bë serioze. Kushtrim, unë nuk jam vajzë e lehtë. Kam kaluar gjëra që nuk i di askush këtu. Nëse më lëndon, unë nuk di të bëhem sikur s'ka ndodhur gjë. Ai i shtrëngoi dorën, nuk dua të lëndoj. Dua të mbroj. Fjalët e tij nuk ishin të mëdha, por ishin të qeta, të sigurta. Ajo e ndjeu se po i dorëzoi dal nga dal, ndoshta po bëj çmenduri, tha Aurora. Këtu brenda çdo gjë digjet shpejt. Le të digjet atëherë, buzëqeshi ai. Më mirë të provojmë se sa të bëhemi pishman. Ata folën gjatë atë natë. Për fëmijërinë, për ëndrat, për frikërat jashtë lojës. Aurora i tregoi se kishte frikë të dashuronte gabim. Kushtrimi i tregoi se kishte frikë të mos mjaftonte për dikë, sa më shumë flisnin, aq më pak dukeshin si dy banorë të një reality show dhe më shumë si dy njerëz që ishin gjetur rastësisht në vendin e gabuar, por në kohën e duhur. Në një moment ajo u mbështet lehtë mbi shpatullën e tij. Nëse nesër pendohesh, ma thuaj drejt, përshpëriti, kur, iu përgjigj ai. Ti më ke hyrë shumë në zemër, Aurora. Kamerat i filmonin, por ata pothuaj i kishin harruar. Për herë të parë loja nuk kishte rëndësi. Rëndësi kishte vetëm ndjesia që po lindte mes tyre, e brish por e vërtet. Kur banorët e tjerë dolën në obor dhe i pan kaq afër, filluan ngacmimet, na doli çifti i ri. Kushtrim, na e more Aurorën. Ajo qeshi, por nuk u largua prej tij. Përkundrazi, ja shtrëngoi dorën më fort. Aty, në dritat e shtëpisë më të famshme në Kosovë, u vulos diçka që askush se kishte parashikuar. Një lidhje që nuk lindi nga strategjia, por nga dy zemra që gjetën guximin të flisnin. Aurora e dinte se rruga përpara do të ishte e vështirë. Kamera, xhelozi, mendime të publikut. Por për herë të parë nuk ndiej vetëm dhe kushtrimi, duke e parë në sy, e kuptoi se nuk kishte hyrë thjesht në një lojë televizive, kishte hyrë në një histori dashurie që sapo kishte filluar. Arditi e kishte mbajtur brenda vetes prej ditësh atë që ndjente. Në shtëpinë e Big Brotherit çdo gjë dukej më e zmadhuar, shurmat, debatet, qeshjet, por sidomos ndjenjat. Mes gjithë atij kaosi, për të ekzistonte vetëm një qetësi, Hygerta. Vajza që fliste pak, që nuk kërkonte të ishte në qendër, por që çuditërisht bëhej qendra e botës së tij. Atë mbrëmje ai vendosi të mos ikte më nga vetja. Hygerta ishte ulur në divanin pranë pishinës. Dritat e zbehta i binin mbi fytyrë dhe e bënin të dukej edhe më e butë se zakonisht. Po pinte një çaj dhe shikonte ujin, sikur brenda tij kërkonte përgjigje për mendimet e saj. Arditi u afrua me hapa të ngadaltë. Zemra i rrite aq fort sa kishte frikë se do ta dëgjonin mikrofonat. A mund të ulem pak me ty? E pyeti, sigurisht, i tha ajo me një buzëqeshje të lehtë, për disa çaste nuk folën. Heshtja mes tyre nuk ishte e sikletshme, por e mbushur me gjëra të pathëna. Arditi luante me gishtat, kërkonte fjalinë e parë, atë që do të hapte derën e gjithë të tjerave. Hygert. Kam kohë që dua të flas me ty, ajo ktheu kokën nga ai me një shikim të qetë, por kureshtar, që kur kam hyrë në këtë shtëpi, vazhdoi ai, mes gjithë njerëzve, mes gjithë shurmës, un kam parë vetëm ty, ndoshta tingëllon klishe, por kështu është. E kam kuptuar që ndjej shumë për ty. Hygerta mbeti pa fjalë. Nuk e priste kaq drejt për drejt. U përpoq të buzëqeshte për ta fshehur emocionin, Ardit. Se di çfarë të them. Nuk dua të vë në siklet, nxitoi ai. Thjesht nuk mund ta mbaja më brenda. Ti je shumë e bukur, por jo vetëm nga pamja. Je e ëmbël, e dashur, e sinqert. Mënyra si flet, si sillesh me të tjerët. Më ka bërë të shoh ndryshe nga të gjitha. Ajo uli syt. Fjalët e tij i preknin një vend të brisht. E di që këtu brenda gjërat duken më të forta, tha Hygerta. Njerëzit ngatërojnë emocionin e lojës me ndjenjat e vërteta. Arditi tundi kokën, edhe unë e kam menduar këtë. Por ajo që ndjej për ty nuk më ka ardhur nga vetmia. Më ka ardhur nga ti, nga mënyra si qesh pa zhurmë, si nuk përgojon askënd, si qëndron me këmbë në tokë kur të tjerët humbasin. Ajo e pa drejt në sy për herë të parë atë mbrëmje. Ti më sheh shumë bukur, Ardit. Jo. Të shoh ashtu si je. Larg pamjes, pa fasadë. Ka vajza këtu që bërtasin për vëmendje. Ti s'ke nevojë.
Vëmendja të vjen vetë, sepse je e vërtet. Fjalet i dilnin njëra pas tjetrës, sikur të kishin pritur prej kohësh të çliroheshin. Ai nuk po luante më lojë, po rrezikonte. Kam pasur frikë të ta them, vazhdoi. Frikë se do të largoheshe, se do më shije ndryshe. Por më shumë kisha frikë të rria i heshtur e të humbisja pa provuar. Hygerta ndjeu një dridhje në kraharor. Askush nuk i kishte folur kështu, me kaq qetësi e siguri njëkohësisht. Unë nuk jam mësuar me deklarata të tilla, i tha me zë të ulët. Gjithmonë kam ikur kur gjërat bëheshin serioze. Unë s'po të kërkoj të më duash sot, tha Arditi. As nesër. Dua vetëm të më njohësh, jo si banor shtëpie, por si djalin që të sheh vërtet. Një fllad i lehtë kaloi mbi pishin. Nga larg dëgjoheshin zërat e banorëve të tjerë, por ata të dy ishin në një botë tjetër. E di çfarë më pëlqen te ti? Vazhdoi ai. Që je e fortë pa bërtitur. Që s'ke nevojë të ulesh askënd për të ngritur vetë. Kur të shoh, më duket sikur jashtë këtyre mureve ekziston një jetë normale ku unë dua të jem me ty. Hygertës ju mbushën syt me lot të vegjël, po më frikson pak, pranoi ajo. Dashuria gjithmonë frikson, buzëqeshi ai, ajo heshti gjallë. Në mendje i kaluan ditët e para në shtëpi, bisedat me Arditin në kuzhinë, mënyra si ai e mbronte kur dikush e sulmonte, si i sillte çajin pa ja kërkuar. Ndoshta edhe unë kam ndier diçka, tha më në fund. Por e kam mbyllur brenda, nga frika se mos ishte vetëm iluzion. Le ta zbulojmë bashkë nëse është iluzion apo jo, ju përgjigj ai, ajo buzëqeshi me droj. Ti je djalë shumë i mirë, Ardit. Dhe këtu brenda mirësia keq kuptohet shpesh. Unë dua të jemi mirë vetëm me ty, i tha ai pa menduar. Hygerta qeshi lehtë, një e qeshur e brish që atij ju duk si përgjigja më e bukur. Mos më vendos në piedestal, tha ajo. Jam plot gabime. Edhe unë. Prandaj mendoj se mund të kuptohemi. Për një çast duart e tyre u prekën pa dashje. Asnjëri nuk u tërhoq. Prekja ishte e thjeshtë, por mbante më shumë kuptim se shumë fjalë. Nuk dua të nxitohem, foli Hygerta. Por dua të njoh jashtë lojës, jashtë presionit. Kaq më mjafton, tha Arditi. Të di që nuk jam vetëm në këtë që ndjej. Ajo e pa me një butësi që se kishte treguar kur para kamerave. Faleminderit që pate guximin të flisje. Faleminderit që më dëgjove. Nga brenda shtëpisë dikush i thirri për darkë, por asnjëri nuk lëvizi menjëherë. Donin ta zgjatnin atë çast, sikur koha të mos ekzistonte. Në sytë e Arditit u lexua lehtësim. Barën që kishte mbajtur ditë të tëra më në fund e kishte lënë në duart e saj. Nuk e dinte çfarë do të sillte e nesërmja, dashuri, refuzim, apo një histori e bukur e ngadalë. Por për herë të parë ndjej i vërtet, Hygerta u ngrit e para. Eja brenda, i tha. Sonte dua të ulesh pranë meje. Ai buzëqeshi si fëmijë, dhe ndërsa hynin drejt dritave të shtëpisë, mes kamerave e zhurmës, mes lojës dhe realitetit, diçka e re kishte lindur, diçka që nuk ishte më pjesë e strategjisë, por e zemrës.